Po kur emri Epstein u përfshi në dosjet penale? Në rasti i parë është në kohën e presidentit Clinton. Në vitin 1996, Jeffrey Epstein u përmend disa herë në mënyrë formale në një kallëzim penal për abuzim seksual ndaj të miturve, i depozituar nga Florida, nga prindit e Maria Farman, një ish-punojëse e shtëpisë së Jeffrey Epstein, e cila pretendoi në atë kohë se ishte sulmuar seksualisht nga Epstein dhe Maxwell. Kishte qenë bashkëpunëtore aktive dhe se kishte parë shumë vajza të tjera që hynin e dilnin të mitura në rezidencë. Por ky denuncim nuk u regjistrua kurrë dhe nuk u prezantua një hetim penal i plot, si nga policia lokale ashtu edhe FBI. Ky rast konsiderohet si dështim i parë i madh i sistemit, që diskutohet se nuk hap në atë kohë për shkak të lidhjeve që Epstein kishte në atë kohë me njerëz të politikës, në veçanti ish-presidentin Clinton. Lidhje kjo që dihej që në atë kohë, ndërsa ditët e fundit fotografitë provojnë këtë lidhje. Rasti i dytë i Jeffrey Epstein procedohet është në vitin 2005, u kallëzuan nga një vajzë 14 vjeçare, e cila në Florida, e cila u paraqit në polici së bashku me nëntjemën e saj dhe deklaroi se ishte paguar për masazh, por se gjatë takimit Epstein kishte kryer akte seksuale. Ajo tregoi gjithashtu se ishte rekrutuar nga një vajzë tjetër e mitur që ka ngriti dyshime për një skenar të organizuar trafikimi. Pas këtij kallëzimi, policia e Palm Beach hapi një hetim të plotë dhe gjatë vitit 2005-2006 më shumë se 30 vajza, shumica të mitura, dhanë dëshmi të ngjashme. Dëshmitë përshkruanin një të njëjtin model: pagesa në para, kontakte seksuale dhe rekrutim zinxhir nga vajza të tjera. Në vitin 2006, policia përfundoi hetimin dhe ja dorëzoi dosjen prokurorit të shtetit Floridas Barry Kreecher, duke rekomanduar akuzat e rënda penale për fshirë përdonim dhe të miturve, abuzim seksual, trafik seksual dhe shfrytëzim të fëmijëve. Por për shkak të ndikimit të madh që kishte dhe njohjen me prokurori i Floridës, refuzoi të ngre akuzën për krime të rënda, duke deklaruar se provat nuk mjaftonin për gjykim, pavarësisht dëshmive të shumta. Çështja kaloi më pas në nivel federal, ku FBI dhe zyra e prokurorit federal në Florida e nisën një hetim paralel në vitin 2006, ku dokumentuan 10 viktima të mitura dhe u përgatit një dosje e fortë për trafik seksual ndërshtetror. Por pavarësisht këtij hetimi dhe provave të shumta të vajzave të mitura që dëshmuan, në vitin 2008 hetimet federale u ndërpren, pasi një marrëveshje sekrete e negociuar nga Alexander Acosta, atëherë prokuror federal, por në vitin 2017 presidenti Trump në mandatin e parë shpërbleu duke emëruar si sekretar të punës në SBA, post që mbajti deri në 2019. Pra Epstein në 2008 arriti një marrëveshje me FBI-n për mosndjekje penale pa dieninë e viktimave.